Paketa e maleve ka për të qenë instrumenti ligjor për vjedhjen më të madhe të pronës publike prej vitit 91. Kjo mu përforcua edhe më shumë kur ministri përgjegjës gënjeu hapur publikisht duke thënë se do të kalohet pronësia vetëm për gjurmën e ndërtimit, pra për gjurmën e objekteve që do të ndërtohen. Ndiqeni pak ministrin. Edhe njerë, nuk merren letra nëpërmjet paketës maleve, merret vetëm certifikata e pronësisë pasi projekti ka përfunduar, projekti i zhvillimit ka përfunduar, dhe vetëm për tokën njollën e ndërtimit. Në fakt, ligji në nenin 12 të tij, paragrafi 3, përcakton qartë pronësia që do të kalohet lidhet me gjurmën e lejes së zhvillimit. Ndiqeni. Procedurat e kalimit të pronësisë sipas këtij ligji kryhen në çdo rast vetëm për atë pjesë të sipërfaqes që përfshihet në gjurmën e lejes së zhvillimit. Leja e ndërtimit me lejen e zhvillimit janë dy koncepte juridike të ndryshme. Leja e ndërtimit është gjurma ku ngrihet objekti, ndërkohë leja e zhvillimit përfshin gjurmën ku ngrihet objekti, infrastrukturën ndihmëse ku bën pjesë parkimi, trotuaret, kanalizimet, si dhe të gjithë pjesën e shërbimeve që lidhen me një resort apo një ndërtim, siç mund të jenë fushat e golfit, pishinat, ambientet rekreative, fushat e hipizmit e me radhë, që do të thotë leja e zhvillimit që do të kaloj pronësia në rastet e paketës maleve mund të jetë në një projekt 100, 200 apo 300 hektar. E vërteta është që ligji për paketën e maleve është konceptuar si një instrument për të marrë pronat më të mira shtetërore në malet e Shqipërisë e për t'ia dhënë atë njerëzve afër pushtetit. Është një instrument për të blerë votë përmes pasurive publike të Republikës së Shqipërisë.